Mirikthehemi live është edhe parlamenti ku Sali Berisha si është prishur gjumi dhe është kthyer menjëherë pasi pa që Lulzim Basha u shfaq në SPAK. Vetëm këto e pami që vinë live nga parlamenti, u flet zonja Albana Vokshi, por vetëm pak sekonda më parë Sali Berisha la podiumin dhe ul në sallë. Ndërkohë me mua në studio është bashkuar dhe Ervin Leka, gazetari i kronikës dhe i SPAK. Më mbrëmë Ervin, faleminderit që mua sot. Do të pyes ty më njëherë, po desha të pyesja pak Martinin. Martin, rikthimi i Berishës në parlament, se u duk sikur, nuk mori pjesë as votim, mbaroi ai teatri, përgjoja do shkakoni Niko Peleshin etj. Dhe bevas ai pas orës 4 i kthehet në kuvend. Sigurisht, shfaqja filloi me shkarkimin e Niko Peleshit, me qenë se kërkuan 50 deputet të Sali Berishës përfshirë edhe atë ta shkarkonin Niko Peleshin dhe përfunduan me 10 vota për shkarkimin e Niko Peleshit. Me thënë vërtetën 7. Se 3 rezit kanë qenë Tomus. Bukur, atëhere i bie që spektakli mori formë në mbrëmje kur Lulzim Basha u shfaq në dyert e SPAK për një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme. Në parantezë dua të them që nëse SPAK nuk zgjidh përfundimisht, nuk merr vendimin përfundimtar dhe gjykata për dënimin ose fundja pafajësinë e kujtdo, thjesht ta mbyllin ato. Po thjesht ta mbyllin, mos lërë një varr të hapur ose në sa 4 varre të hapura edhe mirat të tjerë që e ndjekin për 16 vjet, atëherë ky SPAK ka dështuar në mënyrë spektakolare, po e përsëris. Dhe pa ju thoni benefiti dyshimit që ne i kemi dhënë SPAK-ut, besimi që i ka dhënë opinioni publik, edhe kur temi ata kanë bërë veprime të diskutueshme. Ju thoni këtu ndahet, shapi nga sheqeri. Ndahet, nuk ka fare rëndësi nëse shkon burg Sali Berisha për çfarë do, Erion Veliaj, Arben Ahmetaj, ministrat, kush do tjetër, për mua nuk ka fare rëndësi përpara një krimi të klasifikuar shtetëror me kartë të vrarë dhe me një informacion shumë interesant që dha edhe të leva, po sidomos Fatosi, që ka pasur atë natë edhe 137 të plagosur me armë zjarri. Zyrtar. Kjo e bën plagosje të rënda që quhen tentativa vrasje, sa ata janë qelluar për të vrarë. Kjo e dhën që edhe unë për disa e dija, por në këtë shifër e bën një masakër të jashtëzakonshme dhe këtu është çështja kruciale. Ose SPAK do të zbardhë dhe do të dërgoj për gjykim që është e 21 janarit me fajtorët apo mos fajtorët, ose SPAK ka rënë përfundimisht. Fakti që sot Lulzim Basha shkon, do të thotë që është një çështje që është në prioritetet e SPAK dhe kjo është një vlerë e shtuar për SPAK-un, po në rast se do të mbesin vetëm në këto ngjarje, sa herë afrohet 21 janarit bëhet një hap dhe pastaj harrohet, atëherë bëjnë pjesë e teatrit të shëmtuar politik për këtë ngjarje. Nga gjitha palët. Dhe e fundit është Edi Rama nuk duhet të çoj lule më në ato pjedestalet, ato plakatet e trotuarit, nëse nuk zgjidhet kjo çështja e 21 janarit. Unë e di që ai nuk mund të ketë ndikim ndoshta në SPAK, po këta thonë që ka ndikim, dhe nëse ka ndikim atëherë, duhet që patjetër... Në këtë rast, thonë ti, ju duhet ta përdor SPAK-un këtë rast. Nëse ka ndikim, duhet ta përdor. Sarkastike, thonë, po qëndron. Ervin, atëherë, cila është atmosfera në SPAK? Kuptohet që temi situata dhe aty është çik e çuditshme, pasi ndryshimi kreut që pritet etj, kjo gara, këto lobime, të pranoj dhe kreu KLP-s që ka lobime për këto dhe sigurisht ka mund sjellë dhe temi anomalinë punën e tyre të përditshme, presioni shumë i madh sigurisht nga politika që është shtuar nga gjitha anët dhe si shembull për këto do thoja faktin që zakonisht gazetarët e dinë kur një person VIP politikan apo siç klasifikohet dhe zoti Basha vjen SPAK. Ndërkohë që u duk sikur ardhja e tij ishte thuajse tinës. A tregon kjo që edhe në korridoret e SPAK kur vjen puna te 21 janari sot në fakt nuk ka pasur
as disa seanca, mu të themi që mund të hanë kohë gazetarëve neve të terrenit pra për t'i ndjekur, është zgjedhur një orar i pasditës, pra ora 4 e pasditës, si duket për të sjellur edhe Lulzim Bashën si person për të marrë në pyetje. Në fakt nga ajo që kemi parë edhe nga hyrja e Bashës, ishte në fakt i papajisur as me celular në dyert e SPAK, pasi aty xhamat të orientojnë për të parë edhe se çfarë dorëzon tek pjesa e kasafortave, si duket, ka qenë i përgatitur për ato Ka pas sigurisht. frikë mos e mbajnë celular. Ka pas frikë mos e mbajnë celular. Mbase mund tjetë edhe kjo, ka hyrë, ka Pra ai ka hyrë pa celular. Paktën nga jo çfarë kemi mundur të shquajmë edhe nga pamjet filmike, por edhe nga vetë Zoti Basha, pra që u fut brenda ambienteve të SPAK-ut, nga ato që ka dorëzuar rezultoi se nuk e kishte celularin, të paktën me ato se çfarë kemi mundur të shquajmë, ka hyrë brenda dhe ka qëndruar 1 orë 20 minuta. Sigurisht pra, si dukej, pavarësisht gjatë gjithë kohës që ne qëndrojmë në SPAK, është zgjedhur ky orar i pasditës, mbase edhe për të marrë në pyetje Lulzim Bashën si person, pra për DNI, pra me 21 janarin 2011 për ato që ka ndodhi, por pas daljes në SPAK u duk mund të themi pak i vrentur, me plot gojën paktën edhe nga ajo se çfarë shikuam, nuk pranoi t'ja pas sqarime qoftë edhe për çështjen sepse është thirrur pavarësisht se burime zyrtare na u konfirmua se është pikërisht për 21 janarin, nuk dha asnjë deklaratë tjetër, ishte një deklaratë tetë e shkurtër dhe pra Zoti Basha me këtë thirrje si duket s'ka dashur t'jap mos sqarime për sa i përket asaj se çfarë është. E leva fakti që Basha shkon pa celular. Dhe gjithë e dim që temi SPAK-u është kthyer në makthin e celularëve.